Hajde. Ja. Jo, se thonë nda qiftin pasaj. Po. Është një poezi e voçke, një dyreshta është në... Regjia kësha po shef kur ta lexon poezien me mortë të edhe zënën Iqbal edhe Loni. Po, bën edhe një Pak prapavid me bukur. po. Bën edhe pak me, po, bravo. Çfarë poezi ke pregadit, Luan? Të thash eja. Ah, Të thash eja dhim të zemrës ti tregoj. Po si me ti tregu? Se ti kur vjen, dhim të zemrës shkojnë. faleminderit për këtë poezi. Bravo, bravo, bravo. Poete kam burën. Ja, kisha pos dëshira diçka sonte, po im të e prit Loni, mos ka ndonjë sen tjetër më na thon. Unë veç kisha cek për biznes, se Po. ka shumë dashamirët edhe qytetarët të Të Loni shqiptarisë me e thonë. njohin krejt, po gjashtë. Janë 4 hapat shumë me rëndësi për biznes. Hapi i parë është vëmendja apo përkthim reklama si që njët e populli jonë. E dyta është kritika, njerëzit fillojnë me kritiku çka po lyp ti, Bravo. je qel jashtu, je kështu ato, mos i merrni parasysh kur. E treta është urrejtja, urrejtësit pur mos i urreni sa ata mas shumë që ju bojnë reklam, dhe e katërta admirimi, jo adhurimi, po admirimi, kur njerëzit e din, aha, do në me shiku Sabri i merin, atërë urdon YouTube, lëshojen, dëgjoje, shikoje, mësoje. Admiron. Që të bëhen më shumë ma bot dë, vish ma këthen kështu. Sadri. Bravo. Sadri. Shka puna gishtit ish punë e molle, se e kom po një intervist. Jo. Qëky? A me di? Se di unë e kam për Parkinsonit. Ja, kërë një njoftu më fillim. Gishti vogël. Mira, kemi qenë beqarë në beqarë. Ma unë ja ku nguce pa. Po dhe? Zonja Iqbolle kishë Po nguce pora. ky pasha më mirë. Para saj motrës i ka tregu që ka një simpati ndaj meje, ka një respekt, do t'ishte e lumtur nëse martohet me mu. A u konë qëtu zëdni gjithë, zonja Iqbolle, a ka nejtë me kravat? Kush? Jo, unë e kum pa me kravat. Ka qenë kështu tamam. Ja, bre, se ti thonë intervjist ka qenë pasonik gjithë burri? O, ma kullir ka qenë, ky pasanik ti kish vesh edhe një farfarmer ka prej shtallës, lobve, ky i shkon ku me Dhe tash mërët me kravatë, po vjen një noti kravatë, di ko matë mira se të mija, di ko. Nëse më donë mu, ky duhet me bo une qa du, edhe une për këta bëj. Mu po mje mirë që po? Jo, normal duani i përdor të gjitha garderobën, unë jam ajo që kujdesëm, nuk ka grue dytë, kështu që detyrohëm une mu kujdesëm. Më zoti Luan, me qa grue. Zonja Iqbolle ka thonë, burri mirë i takojnë 2 grotë. Po, vallaj. E te tash ta Loni o burri mirë, unë nuk di që. Mu nuk më duhen 2 probleme. E kini grue, është grue, bashkëshortësi, familje. Kur i ki 2 bon probleme, edhe para edhe dyta. Bravo, dhe të Buri me 2 gratë, misha pala. Për këmisha pala. Tash po thot se kërëkon ma i ris ka thonë kështu? Ama e kjene dhe diçka shumë interesant, ke thonë 3 gjona që ti ka kërku Iqbolle ja ke plëcu. Po. Mbulesën, fakultetin, kisha po shep mi thonë se... Jo, mbulesën e ka pas. E ka pas. E ka pas, ishte fakulteti mos me analu shkollimin. Sa të shënë shkollu. Patent shoferin, të dytë bashkë e kena marrë. Edhe punësimin që se unë du. Edhe punësimin edhe shkollimin, edhe në qave jena shku bashkë. Po, që ma me shkolle ka të prupur, ti ke thonë vizin fakultet, ju 3. Vada, alas po din muna. Tash jam të shyrë doktoraturën, po librin e kom së shpejt. Po edhe po tash se fundmi. Po qajin, kafën ja boj unë në mëngjes. Po pasha zotin. Mëngjesin ja boj, hajmë bashkë normal ja boj mëngjesin, nuk pritoj. Pra duhet me pas një harmoni, nuk shkon ajo, adhin dhe kalon nonën, babën, adhin qështu është një farrendi. Unë kësha po shef një mesazh për fund prej